Имате ли представа каде се наоѓа овој прекрасен предел? Многумина, кога ќе ги видат фотографииве, мислат дека местово е во Швајцарија или во Австрија, евентуално. А всушност е на само 44 километри од Скопје, односно околу половина час возење по убав асфалтиран пат. Përbëhet nga 18 fshatra, me Zhelinën që është fshati kryesor apo epiqendra e komunës dhe 17 fshatra tjerë. Zhelina ka një popullsi prej 28.382 banor nga regjistrimi i fundit i 2021-shit që kemi bërë. Ura e Gurit është një urë antike e vjetër, është ura që ka lidh dy qytetet kryesore ndërmjet veti, domethënë qytetin e Shkupit nga një anë dhe qytetin e Tetovës nga ana tjetër. Për këtë rrugë ka shumë për të folë dhe për të thënë. Është një rrugë e një rëndësie shumë të lartë për banorët e komunës së Zhelinës dhe jo vetëm, nga se nuk ka ekzistuar autostrada kryesore që ka lidh dy qytetet, nga kjo rrugë ka ndodhur. Ura e Gurit ka disa emërtime, është e ndërtuar nëse nuk gaboj në vitin 1539 nga Kukli Begu dhe kjo rrugë ka një mesazh dhe ka një rëndësi të veçantë për mërgjimtarët e kësaj ane. Nga kjo rrugë është bërë edhe përcjellja e mërgjimtarëve deri këtu, njihet edhe si ura e lotëve, edhe si ura e nuseve. Projekti fuqizimi i Këshillit Komunal i realizuar nga UNDP dhe i financuar nga Agjencioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim është realizuar në disa faza. Faza e realizimit të trajnimeve me Këshillin Komunal dhe Administratën Komunale, faza e trajnimeve me Komisionin për Barazi Gjinore dhe faza e trajnimeve në formë digjitale, elektronike për këshilltarët dhe administratën të cilët nuk mundën të ndjekin trajnimet në formë prezente. Në realizimin e këtyre forumeve dolën disa prioritete për qytetarët e komunës së Zhelinës. Arritëm që me shumicë vote nga qytetarët e komunës së Zhelinës të vendosim për realizimin e rikonstruimit të shkollës Rahmetullah Ahmeti në fshatin Çiflik. Me donacionin nga Agjencioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim, arritëm që të realizojmë rikonstruimin e kësaj shkolle në vlerë prej 50.000 frangash zviceriane. Gjithashtu, në komunën e Zhelinës, realizimi i këtij projekti solli edhe rritje të nivelit të transparencës, sistemin live streaming e kemi në sallën e komunës së Zhelinës, e cila mundson që qytetarët e kësaj komune të ndjekin seancat e Këshillit në formë digjitale, do me thënë në mënyrë elektronike. Për të rritë intenca dhe qëllimi jonë kryesor, ka qenë që të bëjmë një komunë të qasshme, shumë të lehtë për të gjithë dhe komunë vendimarrëse për të gjithë qytetarët. Qëllimi kryesor është transparenca, të rritim transparencën në nivel sa më të lartë të komunave në nivel të shtetit. Megjithatë, kjo është e dëshmuar edhe në për shumë faza, që kemi edhe bashkëpunimin konkret me UNDP-n, që jemi shumë të kënaqur nga ky bashkëpunim shumë cilësor. Kemi dalë me disa projekte të fituara në nivel të komunave jo vetëm rurale, por edhe të komunave urbane. Kemi shumë punë për të bërë, kemi bërë aq më shumë dhe kemi bërë sa që jemi mundur më shumë të bëjmë, për të përmirësuar, për të instaluar një infrastrukturë më moderne dhe për të bërë më të lehtë jetën në këto treva. Komuna e Zhelinës është një komunë e hapur për të gjithë. Andaj, ju ftojmë të gjithëve të vini të na vizitoni, jeni të mirë se ardhur. Mirë se vini në komunë të Zhelinës. Dobre dojdeni ste v opština Željino. You are welcome in municipality of Željino. Hoş geldiniz Željino Belediyesi.